Dihet se Shkodra është një arterje ku ka lëvizje nga e gjithë Evropa, sidomos në pikat bëbanore, Hanihotit, Mauriqan. Zonat të cilat kanë prezencë me turist janë Bregdeti i Velipojës, Alpët Shqiptare, Thethi, Shiroka, Razma, Komani e tjerë, ku ka prezencë të shtuar të turistëve dhe shtetësve shqiptarë që vinë për pushime apo për vizitor. Ne kemi marrë masat kuadrën e sigurimit të rrugëkalimeve me shërbimet e policisë rrugore me qëllim që çdo qytetar përdorues i rrugës të jetë sa më komod, i sigurt dhe i qetë në momentin që përdor këto akse rrugore. Është hartuar plani masave dhe po menaxhohet nga shërbimet e policisë rrugore. Vlen për të theksuar fakti se kemi disa shifra domethënë për 6 mujorin e parë që në këto momente që flasim në Shqipëri kanë hyrë rreth 2.14 milion turistë dhe 950.000 automjete. Akset kryesore dhe me prezencë trafiku janë Hanhoti, Shkodër, Lezhë, Dhana Sjelltas, Mauriqani, Shkodër, Lezhë. Akse me prezencë trafiku kemi rrugën e Thethit, kemi rrugën e Velipojës, kemi rrugën e Komanit, edhe disa zona tjera turistike të cilat po menaxhohen nga shërbimet e policisë. Atëherë, Policia Rrugore Shkodër nuk do të thotë që ne jemi të përqendruar te pjesa e shkeljeve, masave administrative. Ka mundësi mos të vendosim asnjë gjë, nëse kemi ndërgjegjësim të qytetarëve. Por ka i problematikë sepse nga eksperienca shoh që shkelja ka goxha shkelje, domethënë edhe këto shkelje karakterizohen si shkeljet e sigurisë rrugore ku kufizimi i shpejtësisë, shpejtësia mbi normat e lejuara, parakalimet e gabuara, njerëz që drejtojnë mjetin nën efektin e alkoolit, apo po le drejtimi, manovrat gabuara e tjerë. Këto janë shkeljet shumë të konstatuar nga policia rrugore, të cilat po monitorohen me mjete inteligjente si makina inteligjente, dron, radar dhe janë konstatuar këto shkelje dhe vazhdojnë shërbimet e policisë edhe në këto momente që flasim, duke konstatuar këto lloj shkeljes vetëm me qëllim që të ndërgjegjësohen qytetarët, të ndërgjegjësohet komuniteti i Shkodrës dhe ata qytetarët e Republikës Shqipërisë apo të huaj që përdorin akset rrugore që kalojnë në qytetin e Shkodrës. Dhe siç e thash dhe më sipër, këto shkelje janë domethënë shkeljet e sigurisë rrugore, jemi fokusuar shumë tek këto shkelje dhe po vazhdojmë me masa administrative në mënyrë sistematike çdo ditë, çdo moment kur konstatohen nga shërbimet tona. Vetëm me qëllim, jo për të gjobit qytetarët e Shkodrës apo të Republikës Shqipërisë. Qëllimi kryesor është që qytetarët të ndërgjegjësohen. Është një shprehje që thotë që kodi rrugor është i ndërtuar mbi gjak. Ç'do të thotë? Çdo aksident, çdo incident ndodh vetëm nga pakujdesia e drejtuesve të mjeteve dhe gjej rastin të bëjë thirrje gjithë qytetarëve të Shkodrës dhe të Republikës Shqipërisë që të bëjnë shumë kujdes, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të respektojnë tabelat, sinjalistikat, sepse është një shpëtim jete. Atëherë, qarku i Shkodrës për 6 mujorin e vitit 2025 ka pas 55 aksidente rrugore. Aksidente rrugore 34 ka aktualisht, 21 më pak, që do të thotë punë e mirë e policisë rrugore. Ndrim jetet, persona që kanë ndruar jetë nga aksidentet rrugore 6 muajin e parë të vitit 2025 ka pas 13. Aktualisht jemi me 4 aksidente. Pra, do të thotë 9 aksidente më pak. Plagosje të rrota ka pas 8 raste 6 muajin e parë 2025, aktualisht kemi 6 raste, 2 më pak. Pra, plagosje të lehta 49 ka pas 6 mujorin e 2025, aktualisht kemi 35 plagosje të lehta, pra 14 më pak. Kemi një shtim të pjesës aksidente me dëme materiale, ku kemi diku 33 aksidente më pak. 6 mujorin e 2025 ka pas 208 aksidente me dëme materiale, aktualisht 6 mujorin e parë të 2026 kemi
241 aksident, 33 aksidente më shumë, ku do punot edhe në këtë drejtim me aksident me danë material, por në tërësinë e zërave të theksuara më sipër, ju garantoj se Policia Rrugore Shkodër ka bërë një punë të mirë në raport me parandalimin e ngjarjeve me pasojë, sepse në fund ditës ne jemi për sigurimin e jetës dhe sigurimin e sezonit turistik, me qëllim që mos kemi ngjarje të rënda me pasojë në humbje jetë njerëzish. Kemi disa raste konstatimi persona të mitur, domethënë me drejtim mjetësh pa leje drejtimi, ku ja marrin prindërve apo dhe personave tjerë. Ka raste shumë të konstatuara dhe realisht është një shqetësim dhe fenomen jo pozitiv, domethënë për qytetin e Shkodrës. Dhe me këtë rastin të bëj thirrje të gjithë prindërve Shkodrës, qytetit Shkodrës, me gjithë respektin dhe dashamirësinë që kemi për ta. Oni shumë kujdes në këtë drejtim, sepse një mjetur në drejtim mjeti pa leje drejtimi do të thotë shumë problem dhe mund të ketë edhe aksidente fatale. Dhe kjo është një apel që u bëj qytetarëve Shkodrës, kujdes në këtë pjesë për shkak të kësaj situate.